Për taksistët, me theks të veçantë ata që punojnë në ndrimin e natës, përballja me pasagjerët të cilët gjatë rrugës kthehen në grabitës, është kthyer në një problem shqetësues. Nga një anketë që TV2 realizoi me taksistët e qytetit ton, kuptojmë se shumica prej tyre nuk punojnë në orët e vona të natës për shkak se krahas rrezikut nga grabitja, ata ndjehen të kërcënuar edhe për jetën. Na ka ndodhur ka narkomana më shumë që gjiten në Kosovë, që jo problemi është. Merë për këto thotë shumë një raven, të shko raven, a i t'ikën s'pagun, që ajo problemi. A ju ka ndodhur që edhe që kërcënoj? Ja, për kësnime jo, veç që është s'pagun, s'bëjmë pagesa, hikin, ne kina dalë qëto për një kuj buk, po unë s'ka, gjo s'ka. Fëmijë shkollë, shkojnë ngërkojnë, ne s'kina pika finansiski që ajo është. A i keni paraqit këto raste ndonjëherë në polici? Ti kene paraqit po kotë, pa lidhe, që ti paraqit, si policia, si shteti këtë njojën këtu. Gjithmonë ka qonë që shtonë, gjithmonë dhe që shtojë. Shpesh na ka ndodhë kjo. Na kanë qu deri në Shkup, prej që këto pares na kanë dhonë, na kanë ikë, ka kamioni na kanë qu, Bogovej na kanë qu, ka nuk. Ka kështu, a më ne mo nuk rejmë se frejgësh, natën mo frejgësh, shumë. Ju t'jeni rrezik në orë? Rrezik shumë, shumë. A ju ka ndodhur që t'ju kërcënojnë? Nuk ashtu, se nuk mi ka dhonë paret, ka iken e nuk i kom bo kur gjo. Parandej nuk kom pas ashtu raste, shqyqir pi Allahit, nuk. Kjo është arsyeja që ju nuk qëndroni tani më E që shte mo kina frigona, nuk rejmë mo natën. E ne s'ka në punën, në ditën s'ka, a ku natën. Ja, mo, shumë. Vakti, koha e ronë ka ardhë, shumë. Po ndoshta mund të kijet, une nuk kom pas ashtu raste, nuk kom dhe të shumë vona, më ne nuk kom pas ashtu raste. A ma pare në ma shumë punë kishta, më nuk kishta ashtu. Të të mare dhe kushedin, të disa ka që i thonë që i kam, ama nuk kom pas ashtu raste. Se është kështu flasin edhe të dhëna që dalin nga stacioni policor në Gostivar, nga atje njoftuan se vetëm brenda vitit që e lam pas në regionin më të gjerë të Gostivarit janë evidentuar 5 raste të këtilla. Vitin e kaluar në regionin më të gjerë të Gostivarit u paraqitën 5 raste të mashtrimit ku të mashtruar ishin taksistët. Në këto 5 raste deri më tani persona të panjohur kanë hypur në taksi dhe kanë kërkuar të dërgohen deri tek ndonjë vend i caktuar. Por pasi kanë arritur në destinacionin e kërkuar, nuk ua kanë paguar taksistëve shërbimin e ofruar. Dhe duke pas parasysh vlerën e vogël të parave për shërbimin e kryer, këto mashtrime nuk ndiqen me detyrë zyrtare, por si padi private, njoftuan nga stacioni policor në Gostivar. Nga atje bëjnë me dije që në periudhën për të cilën flitet, janë evidentuar edhe 2 vepra penale ku pjesëmarrës direkt apo indirekt kanë qenë taksistët, por që nuk kanë ndodhur brenda orarit të punës. Po ashtu është regjistruar edhe një rast i prishjes së rendit dhe qetësisë publike, po ashtu jashtë orarit të punës. Në shumicën e rasteve, ata gjatë rrugës dhe në momente më të përshtatshme detyrohen nga udhëtarët të ndalojnë automjetin, t'ua japin gjësendet me vlerë dhe nëse kundërshtojnë edhe të sulmohen fizikisht. Në regionin e Gostivarit ka pasur raste kur taksistëve u është grabitur edhe automjeti. Nga policia e Gostivarit u bëjnë thirrje të gjithë atyre që ushtrojnë profesionin e taksistit, në rast se rrezikojnë nga klientët e tyre të paraqesin rastin në polici në kohën më të përshtatshme me qëllim që policia të mund të intervenojë sa më shpejt që është e mundur. Në rajonin e Gostivarit llogaritet të ketë rreth 300 taksist. Aktualisht 76 firma me rreth 130 automjete janë të regjistruara dhe veprimtarinë e tyre e ushtrojnë në formë legale. Me vendim të Këshillit Komunal të Komunës së Gostivarit, numri për këtë lloj veprimtarie është kufizuar në 200 automjete.